Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë një kompleks pallatesh pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, duke shkaktuar panik të madh mes banorëve dhe një ndërhyrje të menjëhershme të forcave të emergjencës. Ngjarja është raportuar fillimisht nga vetë banorët e zonës, të cilët kanë vënë re një tym të dendur dhe flak që përhapeshin me shpejtësi nga kati i parë i një prej ndërtesave të kompleksit. Sipas dëshmive paraprake nga vetë ngjarja, zjarri ka shpërthyer papritur dhe brenda pak minutash ka marrë përmasa serioze, duke u përhapur në pjesë të tëra të objektit. Shkaqet e rënies së flakëve mbeten ende të paqarta, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ende një version zyrtar mbi origjinën e incidentit. Menjëherë pas alarmit në zonë kanë mbërritur forcat e policisë dhe shërbimet zjarrfikse, të cilat kanë nisur evakuimin e banorëve nga pallati i prekur dhe ndërtesat përreth. Operacioni është zhvilluar me urgjencë për shkak të rrezikut të lartë që flakët të përfshinin të gjithë kompleksin dhe madje të përhapeshin edhe në pallate të ngjitur. Situata në terren është përshkruar si e tensionuar me tym të dendur që ka vështirësuar dukshmërinë dhe ka krijuar vështirësi në ndërhyrjen e ekipeve të emergjencës. Banorët janë parë duke dalë me shpejtësi nga banesat, ndërsa disa prej tyre kanë raportuar se kanë pasur vështirësi në marrjen e sendeve personale për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve. Një nga shqetësimet kryesore të autoriteteve mbetet rreziku i përhapjes së zjarrit në një tjetër pallat shumë pranë zonës së prekur. Për këtë arsye, përveç evakuimit, ekipet e zjarrfikses po punojnë intensivisht për izolimin e vatrës së zjarrit dhe shmangjen e zgjerimit të tij në strukturat përreth. Deri në këtë moment nuk ka të dhëna të konfirmuara për persona të lënduar apo të bllokuar brenda ndërtesës. Megjithatë, verifikimet janë në vazhdim dhe forcat e emergjencës po kontrollojnë çdo kat të objektit për të siguruar që të gjithë banorët të jenë larguar në kohë. Autoritetet pritet të japin një njoftim zyrtar sapo situata të vihet në kontroll dhe të përfundojë vlerësimi i dëmeve dhe rrezikut. Ndërkohë, zona mbetet e rrethuar dhe në mbikëqyrje të rrept nga policia, ndërsa zjarrfikësit vijojnë punën për shuarjen e plotë të flakëve.